Patjetër që po, pra unë thash që i takon lëvizjes dhe vendosi si kush është propozimi për kryetar apo kryetare të vendit, pozitat nuk i kemi me tapi, dhe nuk i kemi të përhershme, dhe ne jemi në shërbim të interesave të qytetarëve, prandaj nuk i mbajmë peng ato institucione. I takon vetë vendosjes dhe ata shumë shpejt ta bëjnë të ditur se kur do të jetë propozimi. Zonja Gjio, është e qartë me qenë se ka qëndrime të ndryshme të njerëzve të fushës. Kushdo që zgjedhet kryetari i ri i vendit, ka plus 6 muaj si është pozityri i presidentit apo pjesën e mbetur nga ajo që keni shtruar ju deri tash? Unë i kam ndjekur edhe diskutimet në raport me këtë çështje. Unë vetëm dua të shtoj që vendi asnjëherë nuk mund të mbetet pa president. Pra, pavarësisht si me thënë interpretime të ndryshme, nuk ka një vend botë që mbetet ndonjëherë pa president, duke pasur parasysh kompetencat e presidentit me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Prandaj unë i inkurajoj të gjithë ata që japin interpretime për këtë çështje që të nisen nga ky parim. Republika e Kosovës në asnjë moment, pavarësisht zhvillimeve, nuk mund të mbetet pa ushtruar detyrën e presidentit. Për shkak të kompetencave që a mund të përfundoj kjo në kushtetuese këtë rast me qenë se është shkruar nuk përjashtojmë as të çështje që të vetohet në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese është autoriteti i fundit natyrisht që bën interpretime kushtetuese. Nëse do të kemi situata të tilla, sigurisht edhe pres që ata të cilët kanë të drejtë me kushtetutë ta dërgojnë në gjykatë kushtetuese. Zonja Gjio, sot një keni adresuar çështjen e gjyqtarëve serbë edhe kërkesën që jeni pas ka Këshilli Gjyqësor të Kosovës. Megjithatë, media dihet që ka dështuar asaj dite deri sot për një javë nuk është thirrur asnjë tjetër takim në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, a keni pasur mundësi të diskutimit me ta ose ndonjë takim që nuk është bërë objekt në lidhje me çështjen e gjyqtarëve serbë? Mendoj që është lajm shumë i keq që atë ditë Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk veproi njësoj në linjë me Këshillin Prokurar të Kosovës dhe në linjë me përgjegjësitë ligjore. Ju njoftoj që unë i kam dërguar shkresë sërish kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. E kam njoftuar për raportin që unë kam, raport me integritetin e atyre ish-gjyqtarëve serb. Nuk më është përgjigjur ende në atë letër, pra e kam njoftuar për disa çështje që ndërlidhen edhe me konferencën që kam mbajtur, por i kam thënë që dhe i pres të takim për diskutuar më tutje, por ende nuk kam marrë letër kthyese. Prandaj pres që sa më parë Këshilli Gjyqësor i Kosovës të veprojë në përputhje me përgjegjësi. Nuk ka nevojë që të bien në presionin dhe në ndikimin e askujt. Është shumë e rëndësishme që si gjyqtar, shumë të tyre janë gjyqtar, që të kryejnë me përgjegjësinë më të lartë detyrat që i kanë.